Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Elgit Doda ka dy fjalë për Olsin dhe Eglin. Elgit Doda, kantautor i njohur, ka marrë sigurisht një hovë nga ngjarja e fundit që ndodhi në Prime-in e kaluar, ku Egli takoi të dashurin e saj Olsi, një surprizë e papritur për të në Prime. Ndërkohë, Olsi u shpreh se kishte ardhur për t'i thënë asaj disa fjalë zemre për mirënjohjen që ka treguar brenda shtëpisë. Dhe për këtë ka reaguar miku i këngëtarit Elgit Doda, ku ka publikuar një foto në llogarinë e tij dhe është shprehur: "Kultur mirënjohje", shkruan ai me një zemër. Kujtojmë se Eglit, përveç që ka mik të ngushtë Olsin, ka punuar disa vite edhe me Elgit Dodën, prandaj veprimi ka ndezur rrjetin.